Sot në darkë është gjysmëfinalja e Big Brother VIP Kosova. Edhe pak ditë kanë mbetur nga finalja e madhe, e cila do të mbahet më 27 shkurt. Debata të shumta kanë pasur këto ditë në shtëpi, madje edhe mes Elionës dhe Londrimit. Këtë vit do të ketë 5 finalistë. 2 finalistët e parë, tashmë të përcaktuar, janë Ludoli dhe Eliona. Ndërsa pritet që sot të përcaktohen edhe 3 finalistët e mbetur mes motrave Aurora dhe Suanita, Higertës, Londrimit, Klodianit, Benitës dhe Dolces. Sondazhet e shumta janë hapur për të parë si kanë votuar shqiptarët dhe kemi këto rezultate. Në vend të 6, si më pak e votuara, është Dolcia me 1% të votave. Në vend të 5, Aurora dhe Suanita me 4% të votave. Në vend të 4, Benita me 10% të votave. Në vend të 3, Hygerta me 14% të votave. Në vend të 2, Klodiani me 27% të votave. Ndërsa në vend të parë, si më i votuari, është Londrimi me 43% të votave. Sipas këtij sondazhi, në finale duhet të shkojnë Londrimi, Klodiani dhe Hygerta. Po ju, kush mendoni se duhet shkojnë në finale? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.